15 milion denar të ndara nga Ministria e Kulturës, sipas ministrit Zoran Lutkofi, janë të mjaftueshme për objektin e teatrit dhe bibliotekës në Tetov. Megjithatë, për përfundimin e plotë të këtij objekti nevojiten edhe 1 miliard denar. Не се делени мали пари за тој објект. Оваа година, видете, низ годините наназад се анексирани толку многу објекти во делот на капиталните инвестиции и сме имале низ годините нереализација на средствата кои што биле одобрувани. Само предходната година нереализирани средства останаа околу 220 милиони денари. И во делот на заштитата, и во делот на капиталните инвестиции и кај центрите за култура. Ние рековме вака, ќе прогнозираме одредена сума на пари, доколку имаме добра работи, добра динамика и добро течат работите, со ребаланс на буџет ќе одобриме и повеќе средства. Ndërsa zëvendës ministri Sadat Sulejmani thotë se mjetet e ndara nuk janë të mjaftueshme. Ai thekson se ky objekt ka më shumë se 10 vite që ka nisur dhe se punët po ecin gjithnjë më keq. Megjithatë, ai shpreson se objekti do të përfundojë deri në përfundim të mandatit. Mjetet për teatrin e Tetovës asnjëherë nuk do të jemi të kënaqur derisa të përfundojë, teatri i Tetovës. Teatri i Tetovës ka 10 vite që zhagitet çdo vjet, edhe situata shkon keq e më keq. Ne jemi ulë edhe në kuadër të qeverisë edhe kemi bisedu këtë problem. Është një problem serioz që unë shpresoj që në mandatin tonë, deri në fund mandatit tonë, këtë problem ta zgjidhim. Edhe besoj se do ta zgjidhim. Muaj më parë, Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ngriti padi penale kundër një personi juridik dhe 3 personave fizik, në lidhje me procedurën e ndërtimit të teatrit dhe bibliotekës së Tetovës. Me veprime që paraqesin realizim të shumë fish të së njëjtës vepër, të dyshuarit për personin juridik, të dy të pandehurit kanë realizuar përfitime të mëdha të pasurisë në shumë prej më shumë se 8 milion denar.